Kris Jenner zbulon ritualin e jetëgjatësisë dhe shëndetit dhe po, mund ta bëjmë të gjithë. Në prag të 70 vjetorit të saj, Kris Jenner ka ndarë sekretin e saj të parë të bukurisë, shëndetit dhe jetëgjatësisë, saunan. E bëj sa më shpesh që mundem, ka rrëfyer ajo, duke shtuar se është i frymëzuar nga Tony Robbins, i cili beson se një seancë sauna 2 herë në javë mund të zgjasë jetën me 30-40%. Por a qëndron vërtet ky pohim? Eksperti italian i jetëgjatësisë doktor Riccardo Midolo e shpjegon kështu: përfitimet e saunas nuk kufizohen vetëm te relaksi. Në fakt, ajo është si një stërvitje lehtë aerobike për trupin. Nxehtësia stimulon sistemin kardiovaskular, rrit rrahjet e zemrës, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ndihmon oksigjenimin e indeve. Sipas doktor Midolos, ekspozimi ndaj temperaturave të larta aktivizon prodhimin e endorfinave, hormonit të lumturisë, dhe ul nivelin e kortizolit, hormonin e stresit. Kjo çon në reduktim të inflamacionit kronik, përmirësimit të gjumit dhe cilësisë së lëkurës. Në planin afatgjat, shton ai ky ekspozim i kontrolluar ndaj nxehtësisë ndihmon trupin të forcojë rezistencën qelizore dhe të ruaj mirëqenie të përgjithshme. Për të përfituar maksimalisht, sauna rekomandohet 2-3 herë në javë, për 10-15 minuta. Qëllimi nuk është të sfidosh limitet, por të dëgjosh trupin tënd. Pas seancës, thekson mjeku, dushi i ftohtë ose zhytja në ujë me akull janë thelbësor. Kontrasti mes të nxehtit dhe të ftohtit aktivizon qarkullimin, forcon imunitetin, ndihmon muskujt dhe rrit ndjesinë e euforisë natyrale. Pas saunës është e domosdoshme të rifitosh lëngjet dhe mineralet për të shmangur rënien e tensionit apo ndjenjën e dobësisë. Megjithatë, sauna është një aleat e fortë për shëndetin. Nuk rekomandohet për personat me sëmundje të zemrës, tension shumë të ulët apo inflacione akute. Po ashtu duhen shmangur menjëherë pas një stërvitje të rëndë, pasi mund të shkaktojë marramendje si dhe gjatë ditëve të para të ciklit menstrual. Në fund, sekreti Kris Jenner duket më pak hollywoodian dhe më shumë shkencor, një ritual i thjeshtë, por i fuqishëm që stimulon trupin, qetëson mendjen dhe ndoshta zgjat edhe jetën.